Bimët medicinale, historiku i zhvillimit teknologjik në botë. Shumica e individëve në botë ende mbështet mjekësinë tradicionale, madje edhe në vendet e industrializuara, mjetet popullore përdoren ende për të trajtuar sëmundjet çdo ditë. 4 miliard njerëz, që përfaqësojnë 80% të popullsisë së botës, që jetojnë në botën në zhvillim, mbështeten në produktet medicinale bimore si një burim kryesor i kujdesit shëndetësor dhe praktikës tradicionale mjekësore. Praktikat e mira bujqësore dhe grumbulluese për bimët medicinale janë hapi i parë në sigurimin e cilësisë, nga e cila varet drejt për drejt siguria dhe efikasiteti i produkteve medicinale bimore. Në botë, këto praktika gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e burimeve natyrore të bimëve medicinale për përdorim të qëndrueshëm. Bimët aromatike janë të gjitha ato bimë që përmbajnë vajra esenciale eterike. Një grupim shumë i mirë i tyre janë bimët që neve i përdorim në kuzhinë si erza kuzhine. Pra, në një sipërfaqe shumë të vogël, në një volum shumë të vogël, ajo përmban të përqendruara vajra eterike, fenole dhe polifenole të ndryshme. Përmbajnë njëkohësisht edhe flavonoide, që do të thotë nëse ne marrim një erëz kuzhine, ajo kryen një funksion të mrekullueshëm në organizëm. Historiku i teknologjisë prodhuese në Shqipëri para viteve 1990. Vendi ynë ka qenë historikisht i pasur me bimë mjekësore dhe aromatike, por ka qenë i varfër në përpunimin e tyre dhe rrjedhimisht nuk ka patur nevojë për karta teknologjike, pasi bimët eksportoheshin ashtu siç grumbulloheshin nga vjelësit në natyrë, sepse ato ishin shumë të pastra biologjikisht, po kështu dhe për sa përket kushteve teknike të vjeljes. Por faktori kryesor i përpunimit dhe pastrimit me dorë ishte fuqia punëtore. Favor ky që nuk e kishin vendet e tjera dhe nuk e kemi edhe ne sot. Shqipëria është një vend malor, gati 70% e gjithë relievit shqiptar është malor, edhe një pjesë e konsiderueshme këtyre specieve vijnë pikërisht nga natyra, vijnë nga zonat vështira, janë shumë vështira për të shkuar, jo më pasaj për të grumbulluar këto specie. Kështu që vështirësitë e njerëzve të cilët dalin në natyrë janë të jashtëzakonshme. Historiku i teknologjisë prodhuese në Shqipëri pas viteve 1990. Shqipëria ka 6.000 hektar të mbjella me bimë medicinale dhe aromatike dhe rreth 4.000 ferma. Kontrolli i tyre është i pamundur për të arritur në përfundimin e cilësisë së lartë. Shtrirja e bimëve medicinale aromatike në Shqipëri ndodhet kryesisht në Tropoj, Shkodër, Puk, Kukës, Kruj, Tiranë, Pogradec, Korç e të tjerë. Sigurisht që ndër vite është përmirësuar pjesa e teknologjisë prodhuese, duke krijuar facilitete për prodhuesit dhe cilësi të lartë të bimës. Vlen për të përmendur tharja, paketimi e të tjerë. Nga kërkimet realizuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ne kemi vërejtur që fermerët shqiptar dhe kompanitë e bimëve mjekësore dhe aromatike humbasin afërsisht 30 deri në 35% të prodhimit, i cili lidhet ngushësisht me prodhimin në sasi edhe në pjesën e cilësisë së këtyre produkteve nga mosbatimi i protokolleve të post-harvestit. Dhe kjo është nga pikat më delikate që kanë prodhimet shqiptare. Gjithë sekreti i bimëve, nëse do ta shohim me një sy të mpret të asaj që ku i rritet vlera e bimës dhe ku i humbet vlera asaj, qëndron në momentin e këputjes së bimës. Që do të thotë, në momentin që neve bimën e korrim, e presim, këta grumbulluesit e hedhin në përthas, për shembull, ose në kapule. Dhe nëse kjo bimë qëndron gjatë, atëhere në pikën e këputjes, ajo fillon të çlirojë pak nga ai lëngu qelizor që ka qenë në pikën në vendin ku ajo është prerë. Dhe në këtë moment, aty ka dhe aminoacide të ndryshme të cilat çlirojnë me kalimin e kohës, avuj të shumtë që këto avuj bëhen shkas për dekompozimin e bimëve. Fermerët në përgjithësi, të cilët grumbullojnë bimët nga natyra, duke qenë që nuk kanë kapacitetet e duhura,
nuk kujdesen në nivelin e duhur për sa i përket zbatimit të këtyre protokolleve, cilat bëjnë të mundur uljen e cilësisë së këtyre produkteve. Dhe padyshim që nëse do të ndërhyet tek procesi i pasvjeljes, jam i bindur që do të realizohet më së miri rritja e prodhimit në sasi dhe njëkohësisht kompanitë shqiptare do të kenë një produkt shumë herë më cilësor. Ka iniciativa cilat duhet përshëndeten nga kompanitë e bimëve aromatike mjekësore, cilat kanë filluar që të kenë një qasje pozitive për sa i përket procesimit të parë të bimëve, dhe procesimi i parë i bimëve mjekësore aromatike lidhet ngurësisht me trajtimin e tyre në pasvjelje apo me protokollet e pasvjeljes, dhe unë mendoj që nëse ky investim do të jetë i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm dhe njëkohësisht do të preken dhe do të mundohen, pra kompanitë e bimëve mjekësore aromatike do të mundohen që ta shtrinë këtë investim e këtë qasje pozitive edhe tek fermat e vogla, edhe tek grupet e fermerëve. Unë jam i bindur që në harkun e pak viteve vendi ynë do të rrisi standardet, të cilat lidhen ngurësisht me cilësinë e produkteve të bimëve aromatike mjekësore. Plugimi dhe shkrifimi i tokës. Bimët medicinale i kërkojnë kushtet e tokës në bazë të nevojave të ndryshme që kanë për rritjen e tyre. Duke përmendur një shembull konkret të kultivimit të sherebelës, kuptojmë më mirë funksionin e zinxhirit. Pasi bëhet përzgjedhja e duhur e tokës në varësi të bimës, shembulli sherebela, ajo duhet jetë e thatë, të mos mbajë ujë, të mos ketë gërryerje apo barra të këqija. Analizat e tokës janë shumë të rëndësishme për të parë mangësitë që janë në të. Më pas bëhet plugimi dhe diskimi i saj. Mbjellja dhe fidanët. Para se të fillojë procesi i kultivimit, bëhet përzgjedhja e farës, e cila duhet të jetë e një kualiteti të mirë. Shërbimet që i bëhen tokës para mbjelljes së farës janë punim, plehërim, nivelim, ngjeshje. Pasi kemi hedhur farën, toka mbulohet me pleh organik të përzier me dhe. Më pas, toka vaditet dhe gjithë sipërfaqja mbulohet me një plasmas. Për një muaj e gjysmë, kryhet e njëjta procedurë për të arritur në rezultatin e marrjes së fidanëve. Pasi është arritur rezultati i duhur nga fidanët, përgatitet sipërfaqja e tokës së ujitur dhe bëhet mbjellja e tyre me distancë të rregullt nga rreshti në rresht. Faza e fundit është prashitja dhe vaditja, e cila ndikon në mbirjen e fidanëve 100%. Që nga fara, derisa kjo bimë të mbillet në fush, këto duhet të trajtohen tamam si një fëmijë i vogël. Duhet të ruash nga i ftohti, nga era, mos na i kapi shiu sepse dëmtohet, prishet e kështu me radhë. Që të gjitha këto na mundësojnë, na krijojnë mundësinë që kur të vemi në fushë dhe t'i drejtohemi fushës për ta çuar këtë fidan, ai fermeri është me të vërtet ballë lart, do me thënë di se çfarë do të mbjellë, që do të thotë di se çfarë pret ai nga ky fidan në të ardhmen. Kemi vënë re pothuajse në Malsinë e Madhe, në pjesët e Korç, Pogradec, në pjesët e Lushnjës, Tepelenës, e kudo ku mbillen bimë medicinale, shërbimet agroteknike të tyre janë në shkallën pothuajse sipërore. Pra mund të vesh në një parcel me 10 hektar livando dhe mund të gjësh pothuajse në gjithë sipërfaqen 100 bimë tegra. Pra barishte të këqija nëpër të. Pra aq pastër është mbajtur kjo bimë medicinale. Kjo pastërti mandej rrit cilësinë e vajit eterik. Pra kur distilohen këto bimë, ne marrim vetëm esencën e livandos dhe kjo nuk ka asnjë lloj përzierje tjetër. Ose kur merret esenca e sherebelës nga gjethet dhe lulet e saj, ajo nuk ka bimë të tjera, qoftë të egra, qoftë jo të species së sherebelës, që të japi pothuajse gjurmime të saj në vajin esencial të sherebelës. Përdorimi i vajrave esenciale është i ndryshëm sipas interesave që kanë kompani ndryshme. Vajrat esencial përdoren prej vitesh në industrinë farmaceutike dhe njëkohësisht ka një përdorim të jashtëzakonshëm edhe industrinë kozmetike. Padyshim që brenda vajrave esencial të bimëve aromatike mjekësore janë shumë komponentë
pjesë përbërës, pra elementë të këtyre vajrave, cilat kanë një interes jashtëzakonshëm në prodhimin e medikamenteve të ndryshme, dhe padyshim që këto komponent janë pjesë e rëndësishme asaj që përkon edhe me vlerat cilësore të një produkti që përdoret në kozmetik. Dhe për fat mirë, të paktën nëse kthehemi tek bimët mjekësore, tek ato të cilat janë më të përdorshme në Shqipëri, siç është rebela, lavandula, Laurus nobilis apo dafina apo rozmarina, për fatin tonë të mirë, duke nisur nga kushtet agroklimatike ku kultivohen dhe ku rriten këto bimë, backgroundi kimik i tyre është me vërtet i mrekullueshëm. Edhe bazuar në këtë background kimik të mrekullueshëm që kanë këto bimë, lidhet edhe nevoja edhe interesi i shtuar i kompanive të bimëve mjekësore për produkte shqiptare. Në treg, neve mund të hasim dy lloj vajrash. Vaj esencial bimor dhe njëkohësisht vaj bimor. Për shembull, marrim dafinën, marrim livandon, marrim sherebelën, rozmarinën dhe shumë bimë, të cilat lulëzojnë dhe frutifikojnë. Vaj mund të marrim nga gjethet e tyre, mund të marrim edhe nga farat. Vaj që del nga gjethet është një vaj esencial i cili del në sasira shumë të pakta, për shembull 100 kg degza dafinash mund të na japin 600, 700, 500 ml vaj. Pra kuptohet se kjo sasi kaq e madhe, çfarë më ka dhënë këtu? Kam vlera shumë të qëndrueshme dhe të forta kurative. Ndërsa nga 100 kg fara dafine, ne mund të marrim pa e egzageruar rreth 25-30 litra vaj. Pra, një diferencë shumë herë shumë e madhe. Ama nuk mund të themi që ky vaj i farave dafinës ngjason me këtë. Nuk mund të përzihen kurrë me njëri tjetrin, qoftë në vlera, qoftë edhe për nga cilësia. Fertilizuesi bazë dhe plotësues. Ushqyes të ndryshëm natyral të cilët nuk duhet të prishin cilësinë përfundimtare të bimës, përdoren në kultivimin e tyre. Bimët medicinale, pasi shumica prej tyre rriten në gjendje të egër, nuk duhet të cënohen nga mbetje dhe papastërti të jashtme, pasi këto faktorë ndikojnë në produktin final. Eksportet varen drejt për drejt nga kushtet e tjetërsimit të bimës për një cilësi sa më të lartë. Bimët medicinale përdoren dhe për prodhimin e vajrave, ku toleranca e pastërtisë të tyre është e patolerueshme. Produktet duhet të jenë organike dhe pa mbetje e kimikate. Plerat organike janë të rekomandueshme për bimët medicinale të kultivuara, pasi produkti final do të përdoret për çajra apo funksione të tjera në dobi të shëndetit të njeriut. Të gjithë fermerët cilët grumullojnë në zonat e thella rurale edhe pranë zonave malore, një pjesë e konsiderueshme e këtyre prodhimeve janë të ngarkuara dhe ka ngarkesa nga më të jashtëzakonshme, duke filluar nga ngarkesa të kërpudhave dhe deri tek ngarkesa të tjera të cilat lidhen ngushësisht me vendin ku vendosen për tharë bimët mjekësore aromatike. Nëse do të ofrohen më shumë facilitete për fermerët, duke ofruar tunele tharëse që janë facilitete shumë thjeshta për ta, duke i mundësuar fermerëve mundësinë reale të trajtimit të këtij procesi të këtyre bimëve pas momentit të vjedhjes, jam i bindur që do të rriten të ardhurat e fermerëve dhe do të rriten cilësisht të bimë. E ritheksova pak më lart, rreth 30 deri në 35% prodhimit humbet. Dhe normalisht për trajtuar një prodhim i cili vjen me probleme nga fermerët, kompanitë e bimëve mjekësore aromatike kanë investuar pafundësisht në pjesën e trajtimit të këtij produkti fillestar, duke bërë të mundur që të largojë pjesë të bimëve të cilat janë me lëndë dytësore apo me pjesë të padëshirueshme dhe për të bërë një produkt uniform dhe cilësor. Pra, kompanitë po investojnë pafundësisht në facilitete apo në kapacitetet e tyre. Nëse një pjesë e këtyre kapaciteteve të investuara do të shkojnë edhe tek hallka të tjera të zinxhirit të prodhimit, jam i bindur që këto do të lehtësojnë punën e kompanive përpunuese të bimëve mjekësore dhe njëkohësisht do të shkojnë dhe të ardhurat në gjithë zinxhirin e vlerës, duke filluar nga fermerët dhe më pas duke vazhduar edhe tek kompanitë cilat merret me përpunimin e bimëve mjekësore dhe njëkohësisht edhe me eksportin e tyre. Kjo për sa i përket bimëve që vijnë nga flora e egër, bimëve që vijnë nga natyra.
Por gati probleme dhe jo të njëjta, probleme kanë dhe bimët që vinë nga fermat kultivuara. Dhe padyshim që një pjesë e konsiderueshme e këtyre fermave nuk respektojnë në mënyrën më të mirë të mundshme standardet dhe protokollet për një prodhim të qëndrueshëm. Mos respektimi i këtyre standardeve sjell drejt për drejt ulje të ardhurave për fermerët dhe njëkohësisht ulje të cilësisë të këtyre produkteve. Kujdesi tek bimët mjekësore nuk fillon vetëm thjesht tek pjesa e pasvjeljes apo tek pjesa e shitjes në fund fare, por fillon që nga pjesa e saj që përkon me standardet dhe cilësinë e tokës, me sipërfaqen njëkohësisht lidhet me standardet e materialit mbjellës, i cili mund të jetë far apo fidan, dhe padyshim shumë të rëndësishme për i prodhim qëndrueshëm janë të gjitha protokollet dhe standardet agronomike që zbatohen në një fermë bimëve mjekësore. Mënyrat e korrjes. Gjatë mbledhjes së bimëve medicinale dhe aromatizuese, duhen pasur dhe mjete të saktuara për secilën nga pjesët e bimës që do të mbledhim. Pjesët mbitoksore mblidhen duke i prerë me thik, me gërshër apo me drapër. Korrja bëhet kur bimët të kenë arritur maksimalisht aktivizimin e lulëzimit e të gjitha substancave aktive. Faktori klim luan një rol jo pak të rëndësishëm për këto bimë. Periudha e korrjes varet direkt nga faktori klim. Nga korrja ka shumë humbje për bimët medicinale. Nga mosbatimi i praktikave pas vjeljes dhe nga mos trajtimi i duhur, fermerët humbasin 30% nga produktet e tyre për mungesë informacioni. Reflektohet dhe në humbjen e cilësisë së tyre, duke mos plotësuar më pas standardet e kërkuara. Në vendin tonë, ka disa iniciativa të cilat përkrajnë pjesën e informimit dhe për politikat që duhet të ndjekin brenda një protokolli i cili i mbron ato. Dhe gjitha këto hallka janë të lidhura me një tjetrën, duke filluar që nga hallka e parë që thash, cilësia e tokës, areali apo zona klimatike ku mbillet kjo bimë, bima në fjalë të mbillet bazuar në kushtet agroklimatike që kërkon. Ne duhet të synojmë që t'ju ofrojmë fermerëve një material mbjellës i cili duhet të jetë cilësor, i cili të sigurojë backgroundin e duhur agronomik dhe backgroundin e duhur cilësor të prodhimit për një bimë caktuar e cila ofrohet fermerëve për të kultivuar. Mbledhja. Mbledhja e bimëve medicinale të egra lidhet shumë me faktorët mjedisor dhe të terrenit. Grumbulluesit në nivel rrethi janë përfaqësues të ndërmjet mes fermerëve dhe përpunuesve. Megjithse ata nuk kanë linja të mirëfillta përpunimi, ata kryejnë disa procese të thjeshta që mund të konsiderohen si përpunimi i parë, duke përfshirë mbledhjen, pastrimin, tharjen e të tjerë. Grumbulluesit zakonisht përdorin magazina të cilat i kanë kthyer në pika grumbullimi. Pas mbledhjes së bimëve, ato duhet menjëherë të vendosen në vendin ku do të thahen, sepse nëse qëndrojnë për një kohë të gjatë, ato humbasin vlerat e tyre. Lulet zakonisht mblidhen në fillim të lulëzimit të bimëve, pasi atëherë kanë erë më të fortë dhe përmbajnë më shumë materie shëruese. Gjethet nuk prishen gjatë mbledhjes. Ato duhet të jenë vitale dhe me ngjyrë të gjelbër. Rrënjët, pasi të nxirren, duhet të pastrohen dhe të coptohen. Mbledhja nuk duhet bërë në vende të ndotura, si për shembull rreth rrugëve, hekurudhave, fabrikave të ndryshme e të tjerë. Kjo për arsye të eksportit. Tharja. Tharja është një proces i cili në vazhdimsi të zinxhirit të prodhimit të bimëve medicinale dhe aromatike ka një rëndësi të veçantë për cilëtetin e tyre. Tharja bëhet në dy mënyra, artificiale dhe natyrale. E para bëhet me mjete tharëse speciale, duke rritur temperaturën. Ajri duhet jetë i pastër dhe temperatura të jetë ajo e duhura në mënyrë që bimët të mos coptohen gjatë paketimit. Tharja natyrore bëhet në temperatura normale dhe në hije. Në rast se temperatura jashtë është e ftohtë, atëherë vendi i tharjes duhet të ngrohet. Lloji më tipik i teknologjisë së përpunimit është ai i pastrimit, grirjes, heqjes së kërcejve, grirjes dhe paketimit. Përzgjedhja, ruajtja dhe paketimi. Përzgjedhja bëhet pas mbledhjes së bimëve. Një linjë tipike pastrimi mund të kryejë procese pastrimi paraprak, si heqja e kërcejve, barrave të tjera, pluhurit dhe gurve, dhe elementeve të tjerë të cilët kryen përpara grirjes dhe paketimit.
Paketimi bëhet pas starjes së tyre. Përpunuesit e vegjël kanë një kapacitet që varion nga 150 deri në 500 ton bimë medicinale aromatike në vit. Bimë të ndryshme të egra janë të pastra pa kimikate dhe sjellin pastërti tek produktet. Për përpunimin e tyre nevojitet kalimi në një proces teknologjik përpunimi, proces i cili në vendin ton është i përdorshëm me metodën e distilimit me avull. Çdo specie ka komponente të ndryshëm të cilët lidhen me cilësinë. Këto produkte janë shumë të kërkuar për eksportet, sepse janë të pastër dhe ka nivel të lartë vajrash esencial. Në vitet e fundit është rritur eksporti këtyre vajrave nga kërkesa e lartë për produktet shqiptare. Shqipëria prodhon disa ton vajra esencial. Vajrat esencial kryesor të prodhuar përfshin vajrat esencial të sherebelës, dëllinjës, rigonit, trumzës dhe trumzës së dimrit. Në Shqipëri në vitet e fundit ka një interes të jashtëzakonshëm edhe për distilimin e bimëve aromatike mjekësore, edhe në vitin e fundit është arritur të kemi eksporte rreth 29-30 ton të vajrave esenciale nga Shqipëria. Dhe në këto 29-30 ton të shitura në gjithë tregjet të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht edhe në tregun amerikan, kam bërë të mundur që të kenë të ardhura për kompanitë shqiptare, të cilët llogaritën rreth 6 deri në 7 milion dollar vitin e kaluar. Ky është interes është jashtëzakonshëm, është i shtuar dhe kompanitë e bimëve mjekësore kanë shtuar kapacitetet dhe në Shqipëri ka rreth 10 deri në 12 distilatorë pa kompani të cilat janë fokusuar në pjesën e distilimit të bimëve aromatike mjekësore. Duhet të theksoj edhe faktin që Universiteti Bujqësor ka një lidhje organike dhe një partneritet të vazhdueshëm me kompanitë e bimëve aromatike mjekësore dhe njëkohësisht edhe me kompanitë me shoqatat e prodhuesve të bimëve mjekësore aromatike dhe me industrinë e bimëve aromatike mjekësore dhe para pak viteve me industrinë e bimëve aromatike mjekësore kemi nisur një program për përgatitjen e një studimi, një plani afatmesëm, studimi për të parë me kujdes mënyrën se si duhet rrugtoj e gjithë biznesi i bimëve aromatike mjekësore në Shqipëri. Dhe bazuar në këtë plan studimi që kemi realizuar së bashku me industrinë e bimëve aromatike mjekësore, kemi vërejtur që kapacitetet prodhuese në Shqipëri akoma janë të paezauruara dhe nëse ne do të mundemi që të bëjmë punën më të mirë të mundshme për të rritur kapacitetet e kultivimit në Shqipëri, dhe njëkohësisht të rrisim dhe pjesën e mundësisë së grumbullimit në natyrë në ato zona të cilat akoma janë të paezauruara, mundemi që në harkun e 5 deri në 10 viteve ne mundemi që të dyfishojmë apo të trefishojmë të ardhurat vjetore të kompanive të bimëve mjekësore aromatike mjekësore. Duhet të theksojmë që vitin e kaluar Shqipëria ka eksportuar rreth 36 deri në 37 milion euro prodhime të bimëve aromatike mjekësore dhe duke parë këto kapacitete, ne jemi optimistë që me rritjen e këtyre kapaciteteve do të rritet mundësia edhe të punësimit të fermerëve në zonat rurale dhe njëkohësisht të rriten dhe punësimi i personave të cilat janë të lidhur ngushësisht me rrjetin e bimëve aromatike mjekësore dhe kompanive të bimëve aromatike mjekësore në Shqipëri.